S'kam qef me fol shumë për vllahun. Ama edhe na smujna pa pyet. E loni për shumë që nuk e din, ka qenë edhe vet aktiv në Rami Sadik, edhe herët e ka marrë domethënë drejtimin e zejës trajnerit, me sa duket edhe është një ndër trajnerët më të ri që ka qenë edhe në ligë të parë, po edhe tani në Super League. Patjetër që ndihem krenar për punën që po e bën. Pëlqen mënyra e tij e qasjes edhe ndaj mediave, ndaj opinionit, punë shumë, flet pak. Edhe puna në fushë është ajo që për mendimin tim edhe në bazë të saj të e pa ç'a ndodh domethënë aspektin ndërkombëtar edhe diku tjetër, gjithçka çka shihet në fushë është ajo që vlen. Patjetër që jam tepër krenar, shpresoj që të ketë fatin edhe të ketë ecuri të vazhdueshme në këtë mënyrë siç po vazhdon. Është një punë që nuk i dihet, thjesht do të më pas edhe fatin siç po e cekje, kështu që shpresoj vetëm të ketë shëndetin edhe të punoj në këtë stil, në këtë ritëm edhe e përcjellshin sukseset gjithmonë.